Në 48 orë Zvërneci është kthyer në kryeqendrën e krizës, një krizë që nisi si një sherr i zakonshëm lokal. Më pas, fal një incidentit panevojshëm, u shndërrua në një ngjarje kombëtare. Dhe befas më vonë doli edhe me efekt rajonal. Më në befasi nga të gjithë duket se u kapën socialistët. 3 deputetë të tyre reaguan të parë, i përhershmi Braçe, një deputet e Çapkën e Vlorës, por rasti më flagrant ishte edhe reagimi më i ashpër. Ai erdhi nga një deputet socialist i cili pretendon se përfaqëson Çamërinë dhe interesat e Çambe në Greqi, por që në fund doli në mbrojtje të një shtetasi grek dhe pronës që ai pretendon në Zvërnes. Dhe gallata nuk mbaron këtu. Për herë të parë, pas disa vjetësh, edhe Fredi Beleri ishte dakord me Ardit Biton, me ndryshimin se pro-pronave të shtetasit grek, Fredi Beleri reagoi dyti. Pas 24 orësh, zinxhiri të rastësive i dha fund Rama, i cili ironizoi faktin se protesta e Zvërnesit mori një mbështetje nga Greqia dhe për herë të parë pranoi një gjë që refuzon ta pranojë prej disa vitesh, se këtu nuk ka më rasti, por bëhet fjalë për një skenar të organizuar. Por nga kush? I pari që duhet përjashtuar nga skenari është vetë roja private, idiotësia e cilit sot u ndëshkua me burg edhe nga gjykata. Jashtë quajturi shtetas grek me pronë në Zvërnes, ndoshta do identifikohet nesër, por aftësia e tij për të shfrytzuar në maksimum profesional rolin e viktimës për shkak të dhunës idiotit policistit privat është për të përshëndetur. Sigurisht, edhe na vë pak në mendime. Gjithashtu tek jo rastësit nuk mund të mos vendosur situatën jo larg Zvërnecit, ku 2 shortak në biznes janë kthyer në partner në krim, duke njolosur rënd investimin strategjik në aeroportin e Vlorës. Pra, të pakënaqurit në atë zonë nuk lidhen thjesht direkt dhe vetëm me tokën Zvërnes, por dhe me interesat e lidhura me të. Fakti është që Greqia nuk ka një interes posaçëm për aeroportin e Vlorës, i cili do ta nxirrte me njëherë jashtojë atë të Korfuzit e bashkë me të dhe turizmin në gjithë të zonë të mrekullueshme mes Adriatikut dhe Jonit. Por shkon dhe përtej kësaj. Shqipëria ishte dhe është një pikë delikate të integrimit dhe çdo njollosje e saj i pëlqen më shumë se një vendi në rajon dhe më gjerë. E fundit e jo më pak e rëndësishme, goditja që jepet investimeve amerikane. Edhe këtë e dim se kujt i kombinon. Dhe kjo shkon edhe përtej Ballkanit, deri në Moskë, për fat keq me jehon edhe në një kryeqytet europerëndimor. Çuditërisht sot e vetmja mbështetje e hapur qeverisë erdhi nga Sali Berisha. Si duket i tremur nga cilësia dhe sasia e numrit atyre që protestuan në Tiranë, si dhe refuzimi që ata i bën mbështetjes tij, Berishës u duk me udhë të shfaqet si konstruktiv dhe si mbështeti, se sa të përkrahte një kaos publike. Por doktori tashmë është i parëndësishëm, sidomos kur vjen puna te aksioni opozitar. Mësimet sigurisht duhet i nxjerrë qeveria. E para, vendimet tilla si ai i Zvërnesit dhe i Sazanit kanë nevojë të jenë transparente dhe Edi Rama e bëri sot këtë ndonse me pak vonesë. E dyta, Edi Rama duhet të komunikojë me protestuesit pasi jo çdo protestë ka fytyrën e Sali Berishës. E treta, Edi Rama duhet të konsolidojë mazhorancën e tij politike, e cila u duke hallakatur shumë këto 2 ditë. E pesta, kryeministri i një vendi nuk mund të flasë në ajër për ndikimet huaja, ai duhet paraqes fakte dhe denoncojë influenca të tilla antishqiptare që cënojnë investimet huaja dhe sigurisht edhe sigurinë kombëtare, në politikë, në jetën publike dhe në media. Dhe në këtë kuadër, kjo qeveri duhet marrë masa urgjente për të forcuar pikërisht sigurinë kombëtare, shërbimet inteligjente, pasi si thot vetë Rama, ky është një moment i artë për Shqipërinë, dhe për këtë jo të gjithë janë të lumtur. Edi Rama duhet kuptojë se kjo është një luftë, së cilës duhet të përgjigjesh me aksione konkrete dhe jo me deklarata emocionale largimesh, si ajo sot. Nëse ky është momenti më i mirë i Shqipërisë, kryeministri i saj ka detyrimin më shumë se të gjithë në tjerët që të marrë përgjegjësitë, jo thjesht kushtetuese, jo thjesht politike që ja kanë dhënë shqiptarët me votën e tyre, por dhe ato individuale patriotike për të mbrojtur vendin dhe momentin e tij të ardhmë, politik, ndërkombëtar dhe ekonomik, nga për fat keq armiqtë shumë të brendshëm dhe të jashtëm të Shqipërisë. Për këtë do flasim sonte. Sigla.